Në Universitetin e Shkodrës Luigjë Gurakuqi u zhvillua takimi ndërkombëtar i projektit Erasmus Plus Cred 4 Teach, me temë Mikrokredenciale të bazuara në MOOC për zhvillimin profesional të mësuesve. Takimi mblodhi përfaqësues nga vendet partnere për të vlerësuar equrinë e projektit, rezultatet e arritura deri në fund të tetorit dhe për të përcaktuar hapat e ardhshëm në fazën përfundimtare të zbatimit. Gjatë punimeve, u diskutuan rezultatet e para të pilotimit të mikrokredencialeve, si dhe strategjitë për rritjen e ndikimit dhe dukshmërisë së projektit përmes aktiviteteve të shpërndarjes dhe përfshirjes së palëve të interesuara. Një projekt mjaft i rëndësishëm për zhvillimin profesional të mësuesve. Këtu është i përfshirë dhe Universiteti i Vlorës. Bile me Universitetin e Vlorës ne kemi një bashkëpunim në lidhje me hartimin e mikrokredencialeve. Tashmë janë 21 mësues nga arsimi parauniversitar të regjistruar në një kurs të tillë, ata e kanë përfunduar me sukses. Një lajm i mirë është që Agjencia e Sigurimit të Cilësisë i ka akredituar pikërisht këtë program trajnimi, por njëkohësisht lajmi tjetër i mirë është që ne kemi akredituar edhe 4 MOOC të tjera, të cilat faktikisht do të ndikojnë pikërisht në edukimin ose atë zhvillimin profesional të mësuesve të arsimit parauniversitar. Jemi në fazën e pilotimit, 21 mësues kanë aplikuar dhe po fillojnë tashmë në nivel institucional, në njërin nga modulet, dhe në modulin tjetër janë 20 përfitues, por në fakt numri i aplikantëve është shumë i madh, janë rreth 343 persona ose të interesuar për zhvillimin e këtyre kurseve. So the Cred for Teach project. Projekti Cred for Teach është një projekt i zhvillimit profesional të mësuesve në lidhje me mikrokredencialet e bazuar në MOOC, i implementuar në Universitetin e Shkodrës me partner nga Ukraina, Malizi dhe Shqipëria. Dhe jemi shumë krenartë që edhe vendimi nga Agjencia Kombëtare në Shqipëri ka dhënë vendimin për akreditimin e këtyre mikrokredencialeve në Universitetin e Shkodrës. Grupi jonë i synuar janë arsimtarët, pra mësuesit e arsimit parauniversitar, por nuk ka një numër të kufizuar të regjistrimit. Ky projekt synon të forcojë aftësitë profesionale të mësuesve përmes kurseve të hapura online, MOOC, dhe të promovojë inovacionin në arsim në nivel ndërkombëtar.